Linja urbane Shkodër-Shirok-Zogaj ka shtuar oraret e shërbimit duke u përgjigjur kërkesës për transport më të shpeshtë, veçanërisht gjatë sezonit veror. Ka ja 5 ditë që ka fillu shërbimi urban Shirok-Zogaj me 5 rrugë. Nga 2 rrugë që ka kanë përpara, ma pa 5. Deri tani ato punon shumë mirë. Ndryshimet janë mirëpritur nga udhëtarët që përdorin këtë linjë për lëvizjet e përditshme dhe turistike. Vlerësimi është maksimal. Në lehtëson patjetër. Ishte një mungesë e madhe. A ju përshtaten oraret e reja me nevojat tuaja të përditshme? Edhe përshtaten, patjetër. Këtë javë që javum ka lehtësu shumë. Se deri me datën 15, unë kam hjek zi, kam shku në kam Shirok. E s'm kanë ardhur as taksistat prej trafiku që ishte. Pra ndaj shumë gjë e mirë që është ba orari autobusave. Çfarë të dëshironi të përmirësohej më tej në këtë linjë? Të që unë po them stacionet, se kanë vu vetëm një stacion atje në fillim Shiroks, edhe ne jemi, si me thanë, unë jam gjatë rrugës së Zogajve që vi, edhe duhet në analet, duhem edhe stacionet tjera. Krejt mirë, duhet me kenë për Shirokën ma shumë mundësi me mjetet publike, kjo është e ditur. Krejt mirë. Urojmë tjeti kështu në vazhdim. Numri autobuseve, a i përgjigjet orareve dhe kërkesave të udhëtarëve? Po të shqip. Janë mjaftueshëm? I ta 5 orare që ka vunë bashkia, më mërmendje se janë mjaftueshëm. Orari zgjeruar i linjës Shkodër-Shirok-Zogaj po ofron udhëtarëve më shumë alternativa për lëvizje në një periudhë kur fluksi drejt tyre zonave është më i lartë.